Gëzim i madh në familjen e Kozak dhe Denisës. Çifti janë bërë prindër për herë të dytë, duke mirëpritur në jetë një djalë, lajm që ka mbushur me emocion jo vetëm familjarët dhe miqtë e tyre, por edhe ndjekësit që i kanë mbështetur ndër vite. Ata kanë vendosur që vogëlushin ta quajnë Mason, një emër që është cilësuar si mjaft unik dhe i rrallë në vendin tonë. Zgjedhja e këtij emri ka tërhequr menjëherë vëmendjen në rrjetet sociale, ku komentet dhe urimet kanë qenë të shumta. Shumë prej ndjekësve kanë vlerësuar veçantinë e emrit, duke e konsideruar atë modern dhe me tingëllim të bukur. Sipas postimit të bërë publik nga çifti, si Denisa ashtu edhe vogëlushi gëzojnë shëndet të plotë. Në fotografinë e ndarë me publikun, atmosfera familjare duke i mbushur me dashuri dhe lumturi, ndërsa emocionet e këtij momenti të veçantë ishin të dukshme. Kjo është një periudhë e artë për familjen, e cila tashmë është zgjeruar dhe po përjeton një kapitull të ri plot sfida të bukura dhe momente të paharrueshme. Ardhja në jetë e Mason ka sjell edhe më shumë gëzim në shtëpinë e tyre. Urime familjes për ardhjen në jetë të anëtarit më të ri. Urojmë që vogëlushi të rritet me shëndet, dashuri dhe fat në çdo hap të jetës së tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.